Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do të harxhoni më lek, limoni ju shpëton jetën, ja si ta përdorni. A keni menduar ndonjëherë pse shumica e parfumeve dhe pastruesve kanë një aromë limoni? Duket se aroma e limonit nuk është vetëm freskuese dhe e këndshme, por ka edhe mjaft përfitime të konsiderueshme për shëndetin dhe disponimin tuaj. Gjithçka që ju duhet ta bëni për ta zbuluar është që të prisni një limon në fejta dhe ta vendosni atë pranë shtratit tuaj para se ju të shkoni në shtrat. Këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet që ofron. Koha kur shkoni në shtrat duhet të jetë momenti më relaksues i ditës. Duhet të jeni i qetë dhe të eliminoni stresin e ditës në mënyrë që ju të keni një gjumë adekuat dhe freskues. Megjithatë, kjo nuk është e lehtë për shumë njerëz. Mendimet vazhdojnë të rrotullohen në mendje dhe trupi e ka të vështirë që të relaksohet. Ulëmtimet kanë zbuluar se aroma e limonit është në gjendje që të zbusë trurin dhe funksionin e sistemit tuaj nervor dhe njëkohësisht të ofrojë qetësi. Sipas ekspertëve, procesi i rritjes së niveleve të përqendrimit para gjumit mundet të tingëllojë disi kontradiktor, pasi qëllimi është relaksimi dhe jo stimulimi i shtesë. Sidoqoftë, është e nevojshme të jeni në gjendje të përqendroheni në të tashmen dhe ta lini veten të relaksoheni duke eliminuar të gjitha mendimet negative. Aroma e limonit ndihmon shumë në këtë proces, veçanërisht nëse para se të shkoni në shtrat, praktikoni ushtrime specifike relaksimi si meditimi apo yoga. Nëse keni probleme me frymëmarrjen, qoftë për shkak të ftohjes apo alergjisë dhe nuk mund të flini, prisni një limon dhe vendoseni pranë. Vetitë e tij antibakteriale dhe njëkohësisht aroma qetësuese do t'ju ndihmojë të largoni të ftohurën, veçanërisht nëse është në fazë të hershme. Vizita e insekteve të bezdishme, veçanërisht mushkonjave gjatë gjumit, është diçka e cila mund t'ju prish humorin dhe atmosferën dhe padyshim që do t'ju vështirësojë gjumin. Era e limonit funksionon si një mjet efektiv dhe natyral kundër insekteve dhe është një zgjidhje e cila mund t'ju lirojë duart. Ju jep më shumë energji dhe pozitivitet në mëngjes. Nëse jeni ndër ata persona që e urrejnë zgjimin në mëngjes, atëherë ky përdorim i limonit do t'ju ndihmojë shumë, duke kontribuar kështu në një gjumë më të relaksuar dhe të pastër. Aroma e saj do t'ju përgatisë trupin tuaj për t'u zgjuar me më shumë oreks dhe mirëqenie, pasi ka aftësinë njëkohësisht që të rrisë edhe aftësinë e nivelit të serotoninës në tru dhe në këtë mënyrë të luftojë mendimet negative. Ndërkohë, sipas ekspertëve, limonët përveç të qenurit, agrume të pasura me proteina, minerale dhe lëndë ushqyese të domosdoshme për ta mbajtur trupin në lëvizje të vazhdueshme, janë një nga komponentët që tërheqin energji të mirë dhe largojnë ato të këqijat. Këto fruta përdoren në Feng Shui dhe në budizëm për të shmangur shpirtrat e këqij dhe vendosja e tyre në dhomën tuaj mund të ndryshojë jetën tuaj. Shumë kultura kanë pohuar se pas kryerjes së ritualeve energjike me limon të freskët, jeta e tyre ka ndryshuar rrënjësisht dhe përgjithmonë, duke mos përjetuar më stres, duke ndryshuar emocionet dhe hidhërimin e trupit. Dëshironi të dini se si të hiqni të gjitha ndikimet negative nga jeta juaj. Limon me krip. Ky ritual mund të përmirësojë energjinë tuaj shpirtërore thjesht duke e vënë atë në dhomën tuaj të gjumit. Për ta përgatitur këtë ritual, duhet që të merrni një limon të freskët dhe me thikë ta prisni atë kryq, por gjysmë, jo plotësisht, në secilën pjesë të vendosni krip. Pas këtij hapi, mbylleni dhe vendoseni nën shtrat
në mes të tryezës ose në një cep të hyrjes së shtëpisë tuaj, kështu që do të kuptoni se të gjitha energjitë negative, mendimet e këqija dhe ngarkesat e rënda do të absorbohen nga fruta dhe do të mbizotërojnë vetëm energjitë pozitive, dashuria, prosperiteti dhe bollëku. Bëjni këtë për 3 ditë të radhësi dhe do të shihni ndryshimin. Udhëtoni me limon. Ky është një ritual tërësisht i thjeshtë sepse gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të merrni një limon dhe ta vendosni në çantën tuaj para se të dilni nga shtëpia dhe ta mbani atë gjatë gjithë ditës me vete. Kur të ktheheni në shtëpi do të vini re se ai është tharë. Kjo për shkak se në rrugë ka shumë presion nga të gjithë njerëzit dhe ne tentojmë të absorbojmë energjitë negative, prandaj para se ato energji negative të kalojnë në trup apo në shpirtin ton, ne duhet të përdorim këto agrume për të tërhequr energjitë e këqija. Lëng limoni. Ju mund të përdorni lëng limoni të përzier me ujë për të pastruar pajisjet në mënyrë që të shmangen ngarkesat e rënda, mendimet e këqija dhe njëkohësisht subjektet përreth jush. Ndërkohë, përdorimet e limonit nuk përfundojnë këtu. Sipas ekspertëve, limoni ka mjaft përdorime duke u cilësuar si një ndër frutat më të mirë, ashtu edhe përdorimet e tij duket se i kalojnë dobitë e medikamenteve të cilat përdoren vetëm për një qëllim. Ne këtu do t'ju njohim me dobitë shëndetësore që ne do të kemi fal përdorimit të limonit. Tretja, përzini disa prerje të limonit në ujë dhe pijeni këtë çdo mëngjes për të ndihmuar tretjen tuaj gjatë tërë ditës. Limoni e stimulon mëlçin dhe gjithashtu kjo ndihmon me tretjen. Diuretik. Në qoftë se ju vuani nga ndonjë infeksion i traktit urinar, atëherë ju duhet që të pini ujë me lëng limoni. Limoni është diuretik natyral dhe ndihmon që ju të largoni edhe ujin e padëshiruar nga trupi juaj. Thjesht duhet të përgatiteni që të shkoni sa më shpesh në tualet. Antiseptik. Lëngu acidik i limonit vret të gjitha bakteret e dëmshme dhe kjo e bën limonin antiseptik natyral të cilin mund të aplikosh në plagët e vogla apo edhe për infeksionet të tjera. Prap, po ju paralajmërojmë se kjo do të dhëmbë, por në fakt nuk është e rrezikshme, por në qoftë se ju keni plagë të mëdha, me patjetër duhet të shkoni tek mjeku. Ndërkohë mund ta përdorni si pastrues fytyre. Lëngu i limonit gjithashtu ju ndihmon që ju të luftoni rrudhat, puçrat, madje edhe pikat e zeza. Përzieni lëngun e limonit me pak vaj ulliri në një gotë të vogël me ujë dhe më pas aplikojeni në fytyrë. Kjo jo vetëm që e bën lëkurën tuaj më të shkëlqyer, por njëkohësisht ajo largon të gjitha papastërtitë dhe grimin. Kujdesi i gojës. Hidhni pak lëng limoni në një shtupë pambuku dhe aplikojeni atë në mishin e dhëmbëve i cili rrjedh gjak për të parandaluar gjakderdhjen e mëtejshme. Limoni gjithashtu ndihmon edhe në dhimbjen e dhëmbit që ju dhëmb, por edhe të keni një erë të gojës akoma edhe më të freskët. Antioksidant. E gjitha ajo vitaminë C e cila gjendet në limon bën disa mrekulli në trupin tonë, si për shembull largimin e presionit të gjakut dhe ndihmon që të keni një sistem imunitar më të fortë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!